Realisht, një smoothie të tillë, normal me hurme edhe me banane në fund të shtatzanisë preferohet hurma për shkak të energjisë të mirë që t'jep vlerat ushqyese. Është hurme me qumsht, se faktikisht ose veç hurme me ujë të nxehtë, me diçka prej frutave. Është një prej vakteve mes vakteve që është jemi i rregullt për momentin, për shkak që mi marr sasinë e hurmes edhe me ngrit energjinë këtë periudhë. Kështu që nuk është që e kam shumë preferuar asune, edhe nëse veç shakon agjerushëm në syfyr, nashta nuk i shkonjojnë prej vakteve. Po për ata që durojnë... Po për ata që, për shembull ata që janë aktiv, i vin protein, i vin po më ndaj energji, mjafton. Po. Janë 3 receta për 3 syfyre të cilat mund t'i përsëritni gjatë javës, sepse syfyri nuk don shumë ide kreative, mjafton me i marr ato që ka nevojitet organizmit, që edhe me qenë të hidratuar, edhe me qenë të ngopur, por edhe mos me qenë të lodhur, me pas energjinë të stabilizuar. Kështu që faleminderit për këto ide.